Ju uroj mirëseardhje në hapësirën informative Shqipëria Sot. Unë jam Kasandra Pali dhe së bashku do jemi në minutat në vim për të parë të gjitha zhvillimet kryesore të deri tanishme. Ndalemi menjëherë tek hetimet që janë zhvilluar për mbetje të rrezikshme të Kurum që u kthyen pas nga Tajlanda. Do ndalemi në fakt tek seanca që ka nisur në gjykatën e Durrësit pasi hetimet e prokurorisë së këtij qyteti quan arrestimin e 20 personave dhe shpalljen në kërkim të 13 të tjerëve. Lidhemi direkt nga qyteti bregdetar me kolegun Leonida Musaj. Leonida, të përshëndes, çfarë pritet sot nga kjo seancë? Përshëndetje Kasandra, që prej orës 9 të mëngjesit të sotëm në gjykatën e shkallës së parë të qytetit të Durrësit ka dalë 20 persona para saj për të mësuar masën e tyre të sigurisë. 20 persona u arrestuan 3 ditë më parë në një operacion policor të zhvilluar në 3 qytete në Durrës, Tiranë dhe në Elbasan, në lidhje me hetimet që prokuroria e Durrësit po kryen për mbetjet e Kurum, të cilat janë të sekuestruara tashmë dhe po mbahen në monitorim pikërisht në veri të qytetit të Durrësit, pasi dyshohet se janë mbetje të cilat janë të rrezikshme për jetën, për shëndetin e qytetarëve, por edhe për ambientin. Ndërkohë që para gjykatës sot kanë dalë 20 persona, ndërkohë që 13 prej tyre ndodhen ende në Arati. Policia e Durrësit në bashkëpunim edhe me policitë e qyteteve të tjera, por edhe me homologët e tyre në Kroaci dhe në Turqi, po punohet për të arrestimin e personave të cilët në përhir të së vërtetës janë përgjegjësit kryesor të kësaj ngjarje, le të them. Janë pikërisht drejtuesit e kompanisë Kurum dhe të kompanisë Sokola, e cila ka blerë mbetjet e Kurum. 13 persona janë ende në kërkim policor dhe nuk është bëri mundur arrestimi i tyre. Ndërsa për sa i përket 20 personave të cilët kanë dalë para tokave të vëdhëta sot për të mësuar macat e reja të sigurisë, ata janë të arrestuar 13 prej tyre me masë sigurie arrest në burg, ndërsa 7 prej të cilëve janë me masë sigurie arrest shtëpie. Të shohim se çdo të vendosi gjykata e shkallës së parë këtu në qytetin e Durrësit në masën e sigurisë që po mbahet sot për ta. Masa e sigurisë ka nisur rreth orës 9, siç e thashë pak më parë, por para disa minutash është ndërprerë për të rinisur sërish rreth orës 12:30 pasi avokatët e personave të arrestuar kanë kërkuar që të njihen më mirë me dosjet e secilit prej tyre, pasi janë dosje voluminoze dhe nuk kanë njohuri për akuzat e klientëve të tyre. Gjyqtari Orgert Nazaj është personi i cili do të vendosi mbi fatin e personave tashmë të cilët ndodhen në gjykatën e Durrësit. Të shohim se çdo të vendosi edhe prokuroria Suela Beluli, e cila është prokurore kryesore në këtë çështje, e ndihmuar edhe nga një tjetër prokurore e rrethit gjyqësor në qytetin e Durrësit, të cilat kanë zhvilluar hetimet përgjatë 2 viteve në lidhje me mbetjet e Kurum. Mbetjet u sekuestruan në vitin 2024, pasi denoncimi që rrjeti Bazel bëri, ato mbetje u kthyen nga Tajlanda ku kishin destinacionet e tyre final, u rikthyen sërish në qytetin e Durrësit dhe tashmë, siç e kemi thënë, edhe në lidhjet e tjera, por edhe sot po mbahen të sekuestruara me urdhër të prokurorisë dhe të gjykatës pikërisht në veri të qytetit të Durrësit. Bëhet fjalë për 102 kontenjerë. E qartë. Mirë, Leonida, faleminderit për gjitha detajet që ndave në këtë raportim të drejtë për drejtë. Ne do ndalemi te një zhvillim i minutës së fundit. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet për vdekjen e tmiturit Brian Spahia, i cili humbi jetën pas një ndërhyrje dentare. 7 persona janë dërguar në gjyq, prej të cilëve 3 akuzohen për vrasje nga pakujdesia. Lidhemi për dhënat e tjera me kolegun Ervin Leka. Ervin, të përshëndes, cilat janë konkluzionet kryesore që kanë nxjerrë Prokuroria e Tiranës lidhur me rastin dhe për cilat persona rëndon konkretisht akuza e vrasjes nga pakujdesia?
Kasana në fakt bëhet fjalë për një hetim të prokurorisë së Tiranës që tashmë i ka mbyllur dhe ka dërguar dhe pritet pra që dërgojë edhe në gjykatën e Tiranës edhe 7 persona, kryesisht mjek stomatolog, mjek ndihmës, por edhe anestezistë, të cilët dyshohet se kanë shkelur protokollet për sa i përket trajtimit të 3 vjeçarit Brian Spahia, për sa i përket mbushjes së dhëmbëve që më pas solli për pasojë këtyre ndërhyrjeve edhe vdekjen e të miturit Brian Spahia. Ndërkohë, 3 prej këtyre personave që tashmë prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet, akuzohen për vrasje nga pakujdesia. Bëhet fjalë për mjekun Roland Xhaxho, bëhet fjalë për mjekën stomatologe Ina Xhaxho dhe Marta Gina. Pra top 3 persona kanë edhe veprën e rëndë të vrasjes nga pakujdesia, por është shtruar edhe me vepra tjetër penale, ajo e mashtrimit. Ndërkohë për persona të tjerë, po ashtu mjek, bëhet fjalë për Elton Seren për sa i përket shpërdorimit të detyrës, Erinda Allën, por edhe 2 mjekët roje të pediatrisë, Durim Sala dhe Vladimir Hoxha, të cilët paktën sipas prokurorisë së Tiranës nuk kanë kryer protokollet, pavarësisht se Brian Spahia ushtrua në spitalin e pediatri në kushte të rënda shëndetësore, pra nuk kanë ndjekur edhe protokollet. Për sa i përket personave, pra duke nisur nga Ina Xhaxho, lidhjen mes 3 personave të cilët akuzohen për vrasje nga pakujdesia, kemi të bëjmë me Ina Xhaxhon, me Roland Xhaxhon, dhe çfarë ishte personi tjetër ndaj cilit rëndon kjo akuzë e rëndë? Pikërisht bëhet fjalë për Ina Xhaxhon dhe Roland Xhaxhon, të cilët janë lidhje familjare dhe kishin një klinikë private stomatologjie ku ushtrua Brian Spahia, pra për sa i përket edhe ndërhyrjes në dhëmball dhe disa dhëmbë, të paktën 14 dhëmbë, të cilët ishin ndërhyrë për t'ia rregulluar, ndërsa bëhet fjalë edhe për Marta Ginën, po ashtu mjeke stomatologe ndihmëse e Ina Xhaxhos, që po ashtu kanë ndërhyrë tek dhëmbët e Brian Spahias, që më pas pra ju shkaktua edhe vdekja nga pakujdesia, për shkak se sipas prokurorisë së Tiranës kanë ndërhyrë duke lënë anestezi për të paktën 5 orë, ndryshe nga sa duhet, dhe parashikohet sipas rregullorëve dhe urdhrit të stomatologjisë për sa i përket edhe mënyrës se si duhen trajtuar të miturit, dhe jo për ta mbajtur pra 5 orë me anestezi për t'i hapur të paktën 14 dhëmbë, që në fakt kanë kryer jo vetëm këto ndërhyrje, por edhe mashtrim, për shkak se sipas prokurorisë Brian Spahis janë rregulluar vetëm 6 dhëmbë, ndërsa 6 dhëmbë të tjerë pra priteshin dhe nuk ishin mbushur, pavarësisht se ishin hapur për t'i rregulluar nga ana e këtyre stomatologëve. Pra edhe Roland Xhaxho, Ina Xhaxho, por edhe Marta Gina i kishin ndërhyrë në 6 dhëmbë të tjerë dhe familjarëve u kishin marrë pagesat për në total për 14 dhëmbë, ndërsa sipas prokurorisë nuk ka kryer pra 6 dhëmbë të tjerë mbushjen, dhe si duket kjo anestezi dhe mbajtja për të paktën 5 orë në klinikën stomatologjisë pra ka krijuar kushte të vështira për shëndetin e fëmijës 3 vjeçar, dhe këto kushte më pas sollën edhe vdekjen e tij, vdekjen e 3 vjeçarit, që në fakt edhe pse u dërgua në spitalin e pediatrisë, edhe 2 mjekët roje që kanë qenë nuk kanë marrë edhe ndihmën e duhur, paktën sipas prokurorisë, dhe kanë kryer neglizhencë për sa i përket këtij trajtimi, dhe të 7 prej tyre pra janë dërguar pra janë përfunduar hetimet dhe pritet që t'i drejtohen gjykatës për të vijuar gjykimin e këtyre 7 personave. Pra Ervin, kemi 3 mjekë të cilët akuzohen për vrasje nga pakujdesia. Unë të falenderoj që ndave dhe këtë zhvillim minutës fundit. Eci mëtej, policia arrestuar pas sulmit me armë të dielën në Lezhë ka dalë sot para gjykatës për verifikimin e masës së sigurisë. Ka qenë dëshmia e tij që ka zbardhur dinamikën e atentatit në Rile, ku pohoi se ishte ai i pari që ka shtënë me armën e shërbimit. Ai ka thënë se qëlloi për vetëmbrojtje, sapo në derën e dyqanit janë shfaqur personat e armatosur. Veç 10 gëzhojave të armës së tij, ekspertët kanë gjetur në vendngjarje dhe 6 gëzhoja të një arme tjetër që dyshohet jetë përdorur nga Merando Nikulaj. 21 vjeçari, Nipi Ardian Nikulaj, të ekzekutuar 3 vite më parë, po kërkohet nga policia. Një atentat me lëndë eksplozive u parandalua mbrëmjen e djeshme në fshatin Vrin në Konispol. 57 vjeçari Mirash Gjikola ka njoftuar policinë e Sarandës se në vendin e quajtur Kthesa e Vrinës në aksin Shëndëlli-Vrin janë dëgjuar zhurmat pazakonta në mjet. Ai ka ndaluar dhe ka konstatuar praninë e një sasi eksplozivi. Lënda plasës është gjetur në sediljen e pasme të mjetit dhe dyshohej se do aktivizohej me telekomand. Gjikola thotë se nuk është i përfshirë në asnjë konflikt. Policia
Shoqëria ekspert krimeve të rënda dhe nga policia e Vlorës dhe reparti anti-eksploziv Reneas kanë shkuar me njëherë në vendngjarje për të neutralizuar lëndën plasëse, ndërkohë që kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe identifikimin e autorëve. Policia zbuloi në Tiranë një laborator për përpunimin e drogës ekstazi në një ambient përshtatur për këtë qëllim. 2 persona janë vënë në pranga, Xhaxha e Nip, por do të lidhemi për të tjera të dhëna me kolegen Blona Prengzaj. Blona, të përshëndes, cilat janë të rejat që kemi nga ky aksion i policisë së Tiranës? 2 persona kanë rënë në prangat e policisë në kryeqytet të dyshuar për prodhim dhe shitje të ekstazis. Bëhet fjalë për Bujar Lezon 59 vjeç dhe Elvis Lezon 42 vjeç, Xhaxha dhe Nip, të cilët prej disa kohësh në fakt ishin përfshirë në shitjen dhe shpërndarjen e drogës, kryesisht të ekstazis. Sipas informacioneve që kemi arritur të sigurojmë nga grupi hetimor, lënda ekstazi sillen nga Italia, këta të fundit merrnin edhe kokrat e ekstazis, por edhe pluhur dhe më pas e përgatisnin në banesën e tyre të kthyer në laborator në zonën e Alidemit. Elvis Lezo dyshohet të jetë personi i cili ka patur lidhje në shtetin fshinj, nga ku siguronte edhe ekstazin, ndërkohë 42 vjeçari figuron edhe me precedent të mëparshëm penal. Lënda narkotike e tipit ekstazi do të shitej në lokalet e natës kryesisht, ndërkohë uniformat blu gjatë kontrollit të kryer në banesën në zonën e Alidemit kanë sekuestruar 2200 tableta të dyshuara lëndë narkotike ekstazi dhe 2 celular. Po punohet nga grupi hetimor për të marrë më shumë informacione, por edhe për të identifikuar persona të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë skem, ndërkohë po punohet nga ana tjetër edhe për të identifikuar mënyrën se si 42 vjeçari arrinte të siguronte ekstazin nga shteti fshinj pra në Itali. E kuptoj. Mirë, Blona, faleminderit për këto detaje që ndave. Një 34 vjeçar u arrestua nga policia e Lezhës pas një hetimi 2 vjeçar që lidhet me prodhimin e 92 kg kanabis në fshatin Gjon Bardhaj. Për të njëjtën ngjarje është arrestuar në flagrancë edhe në muajin tetor të 2024 një tjetër person. 34 vjeçarit u gjetën gjithashtu nga ana e policisë edhe 3 thika tashmë të sekuestruara nga uniformat blu. Një 19 vjeçar u vënë në pranga nga policia e Shkodrës i akuzuar për veprat penale, vjedhje dhe mbajtje pa leje, prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Gjatë kontrolleve policore në banesën e 19 vjeçarit Ornaldo Çerenishta u gjetën dhe u sekuestruan 164.000 euro të dyshuara të falsifikuara, municione luftarake, celular, një sasi lëndjekse, një automjet që dyshohet se është vjedhur në Fushkruj në vitin 2019, po ashtu dhe 2 targa të dyshuara të vjedhura në Tiranë në vitin 2025. Sa ka që hetimet po vjojnë për dokumentimin e plot të veprimtarisë kriminale të 19 vjeçarit. Megjithse Këshilli i Lartë Gjyqësor votoi për mos shkarkimin e Irena Gjokës, një antar i këtij këshilli ka çuar të njëjtën kërkesë për shkarkim në Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë. Klodian Kurushi, që ishte nga të paktët që votoi pro shkarkimit, është një gjykatës provincash, por që është bërë i famshëm për dosje të mëdha dhe vendime të kontestueshme. Ai ka shpallur të pafajshëm Suel Çelën për ngjarjen e rëndë të Elbasanit kur ai sfidoi policinë, si edhe shpalli të pafajshëm Arben Frokun për vrasjen e komisar Dritan Lamaj. Pak ditë pasi u rrëzua kërkesa për verifikimin ndaj gjyqtares së gjykatës së posaçme Irena Gjoka, lidhur me mosdeklarimin e një dënimi të dhënë nga Greqia në vitin 2005, një prej antarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Klodian Kurushi, ka dorëzuar në Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë një ankesë me objekt fillimin e hetimit për shkelje ndaj magjistrates. Deri në këtë fazë mësohet se Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka nisur verifikimet e kësaj ankese, lishmërinë e saj dhe nëse meriton apo jo të merret në shqyrtim. Më 30 janar 6 antarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor votuan kundër një projekt vendimi që e çonte çështjen në Komisionin e Karrierës me argumentin se vendimarrja i takon Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Vetë magjistrati Gjoka në një letër që i ka dërguar Këshillit të Lartë Gjyqësor shprehet e bindur që nuk ka bërë asnjë shkelje në momentin që nuk ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit vendimin e gjykatës së Janinës së Korrikut 2005. Ajo shpjegon
se vetëm i është refuzuar pa shpjegim hyrja në territorin grek, ndërsa nuk ka pasur dieni as për procesin dhe as për vendimin gjyqësor. Për këto arsye ajo deklaron se nuk është në kushtet ligjore ku funksioni i saj si gjyqtare mund të vihet në dyshim. Ndërkohë, për sa i përket antarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor Klodian Kurushi, ai ishte një prej 6 antarëve që votuan kundër verifikimit ndaj gjyqtares së gjykatës së posaçme dhe pro mendimit që çështjen duhet ta verifikonte Inspektorati i Lartë i Drejtësisë. Klodian Kurushi është bashkuar Këshillit të Lartë Gjyqësor në fund të vitit 2021, ndërsa më herët ka qenë gjyqtar në gjykatën e posaçme, në gjykatën e krimeve të rënda, ndërsa fillimet i ka pasur në gjykatën e Sarandës. Për sa i përket kontributit që Klodian Kurushi ka në sistemin e drejtësisë ndër çështjet që ai ka gjykuar, është ajo e Suel Çelës gjatë kohës kur ishte te krimet e rënda. Klodian Kurushi ishte kryesuesi i trupës gjyqësore të krimet e rënda që shpalli të pafajshëm Suel Çelën për goditjen me një makinë të blinduar të punonjësve të policisë në shtator të vitit 2017 në Elbasan. Ndërkohë një tjetër gjyq të bujshëm që ai ka marrë pjesë si trup gjykuese është ajo e vitit 2015. Klodian Kurushi dhe 4 gjyqtarë të tjerë firmosën pafajësi për Arben Frokun, i cili ishte personi akuzuar për vrasjen e kryepolicit Dritan Lamaj. Pavarësisht se shkalla e parë e shpallit të pafajshëm, me të njëjtat prova gjykata shkallës së dytë, ajo e apelit, vendosi burg të përjetshëm për Arben Frokun. Po kështu Klodian Kurushi te krimet e rënda ka qenë pjesë edhe trupës gjykuese për Izet Haxhin. Pak ditë përpara protestës së thirrur nga Berisha, Ervin Saliani ja atribuon lëvizjes së tij atë që e quan zgjimi i Partisë Demokratike dhe rritjen e pjesëmarrjes në të njerëzve. Por ai akuzon Sali Berishën se ka nisur një fushat përjashtimesh të antarëve të strukturave të Partisë Demokratike që vinë në foltoret e tij. Saliani as nuk pohon dhe as nuk mohon lëvizje të tjera, përfshirë edhe kandidim të tij të mundshëm në prill, por thotë se po pret që qeveria Rama të bjerë siç ka premtuar Sali Berisha në kilometrin e tij të fundit. Ironia e antarit të kryesisë lidhet me premtimin e përhershëm të çdo proteste të thirrur nga Berisha që përfundon ashtu si edhe ajo e fundit me fishek zjarre që shuhen shpejt. Udhëkryqi foltoreve në Partinë Demokratike po vendos mes të shkuarës dhe të ardhmes. Doktori nuk dorëzohet, por Saliani nuk nxitohet. I ftuar në emisionin Real Story në ABC News, ai deklaroi se do të respektoj kilometrin e fundit të kryetarit të tij. Prandaj nuk e përgjigjem për prillin, se ne jemi në kilometrin e fundit dhe deri në prill mund të rrezohet Rama. Po rrezu Rama, unë jam rregull, pastaj triqem, them nuk rrezohet Rama, do vim do flasim prapë pastaj. Berisha mbetet i pamposhtur në Partinë Demokratike dhe këtë e tregon si historia, por edhe sondazhet e fundit. Megjithatë, nuk ka mbetur pa u shqetësuar nga foltoret e Salianit, të cilat e kanë prekur aty ku dhëm më shumë, tek baza e demokratëve. Sot jemi në kushtet ku zoti Berisha ka humbë zgjedhjet. Nuk kam pasur ndonjëherë pushtet, asnjëherë. Mblidhemi, po themi, me njerëz më shumë se sa kryetari i partisë, ose kemi fuqi më të madhe organizative, ose kemi më shumë njerëz. Sipas Salianit, doktori ka marrë dhe masat për planin afatshkurtër, duke pastruar bazën para se të hynë në zgjedhjet e prillit. Po atëre çfarë shqetësimi ka që do të përjashtoj listën e antarëve? Leadershipi përcakton se kush janë antarët. E kuptoni apo jo? Nëse dikush, edhe zoti Berisha në këtë rast, ndihet i sigurt tek mbështetja që ka, se edhe unë besoj, duke qenë se ka, po themi është një prej simboleve në Partinë Demokratike, se ka 35 vite, duhet të hap listën e antarësisë, jo vetëm tek antarët, por edhe të simpatizantë partisë, se ka një mënyrë se si sfidohet zoti Berisha dhe duan që t'i zënë vendin apo disa që thonë të largohet, është vota. Prilli është shumë afër, por plani Salianit është më afatgjatë. Ai nuk e di nëse do të kandidojë këtë herë, por një gjë e ka të sigurt. Nga Partia Demokratike edhe me vetë përjashtim, nuk do të largohet. Me shpresë Zotit, kuptohet, do jemi prapë, do vim prapë çdo moment. Unë po them, do ta shohim, prandaj them derisa të vi prilli, unë do të jem në Partinë Demokratike, nuk deri tani kanë ndryshuar disa gjëra në Partinë Demokratike. Të shohim. Këto sallat e kanë bërë që të ketë protesta para qeverisë. Duhet që të jemi vërtet fare. Kilometri i fundit ngjan më tepër me një metaforë për vetë fatin e Partisë Demokratike, e cila tashmë lidhet pashmangshmërisht me jetëgjatësinë e Sali Berishës, sot 82 vjeç, por ndërsa të gjithë fshihen pas xhaketës së doktorit. Saliani don se ka dal nga reshti, është i vetmi që po ndjek shembullin e tij, i vetmi që po zbret në bazë tek votat e demokratëve që zgjedhin edhe kryetarin. Jemi rikthyer në këtë transmetim të drejt për drejt për të parë tani së bashku të tjera zhvillime. Deklarata e kreut të qeverisë se pas kadastrës të Vlorës edhe drejtoritë të tjera pritet që të zhvendosen në kryeqytet është mirëpritur nga ana e qytetarëve në Fier. Lidhemi me kolegen Valbona Davidi, e cila ka patur mundësi që të bisedojë edhe me qytetarë.
Valbona, të përshëndes, duket se deklarata e kryeministrit Edi Rama u mirëprit nga qytetarët në Fier. Çfarë deklarojnë ato dhe cilat janë pritshmëritë e qytetarëve të Fierit? Po nëse do t'i referohemi pritshmërive të qytetarëve, duket se ideja për zhvendosjen e zyrave rajonale të kadastrave nga rrethet në kryeqytet është mirëpritur pikërisht për arsye se qytetarët nuk kanë arritur ose nuk kanë mundur të marrin shërbimin të cilin kanë pritur. Shërbim i cili duket se zgjat me vite të tëra, nëse do t'i referohemi deklaratave që bëjnë vazhdimisht qytetarët, por edhe atyre që unë sot kam marrë në pranë zyrave të kadastrës së Fierit, dhe që dhe ka shkaktuar në fakt, dhe që ka shkaktuar një paqartësi apo një konfuzion të madh social në lidhje me çështjet e pronësisë. Reflektuar në shifra, nëse do t'i referohemi shifrave të gjykatës së shkallës së parë Fier, sa i takon çështjeve civile me objekt pronësinë, ato janë shifra të larta që duket se vetëm në 2 vite, gjatë vitit 2024-2025, gjatë këtyre 2 viteve, ka patur mbi 100 paditë të reja civile që lidhen me pronën, kryesisht me fitimin e pronësisë apo edhe me mënyrat e tjera të fitimit të pronësisë dhe regjistrimit të pasurisë, ndërkohë që sa i takon çështjes së reflektuar ose ajo që mund të reflektohet në zyrat e kadastrës, mund të thuhet se për çdo ditë, madje edhe sot që është ditë merreshje të dendur shiu, në zyrat e kadastrës së Fierit ka qytetarë të cilët kërkojnë të takohen me specialistët apo me titullarët e zyrë e kadastrës për të kërkuar ose sqarime ose përshpejtim të procesit të aplikimit që kanë bërë në lidhje me regjistrimin e pasurisë së tyre. Kjo sa i takon vetëm pjesës le të themi kryesore që është mënyra ose aplikimi për regjistrim pasurie, sepse nëse do të flasim për ato që quhen bivendosje pronash, ato janë edhe më të vështira për tu sqaruar apo për tu zgjidhur, duke bërë që vitet e pritjes të jenë më të gjata se sa ato për regjistrimin e pasurisë, dhe që përfundoi zakonisht në gjykat, por edhe aty, për shkak të natyrës komplekse që ka pikërisht e drejta e pronës, zgjasin me vite dhe në pjesën më të madhe të rasteve nuk marrin zgjidhje. Një qytetar i cili është banor i lagjes 8 Shkurti, dhe që kërkon të certifikojë prej 13 vitesh pasurinë e tij, katin e dytë të banesës së tij, ka treguar sot në zyrën në pranë hyrjes së kadastrës së Fierit, sepse mbështet idenë e kryeministrit Edi Rama për zhvendosjen e këtyre zyrave nga Fieri në rastin konkret drejt Tiranës, dhe se çfarë është duke pritur ai pikërisht nga kjo ide, nga kjo nismë. Mund ta ndjekim. Kur është bërë aplikimi online? Kur ka qenë ere fundit? Ere fundit kam bërë në 22 dhjetor. Për vitin 2025. Për certifikat pronësie apo? Po. Për certifikuar katën e dytë. Kam shtesë katën e dytë. Dhe kur ka filluar në fakt kërkesa juaj për të certifikuar pronën? Gjën 2013. Që në 2013 dhe nuk e ke certifikuar? Jo, akoma. Fakti që këto drejtori në fakt janë pothuajse tani, si s'po marrë vesh, ajo e Vlorës ka patur shumë probleme, është më mirë të vend qendror. Është më mirë thua? Diçka atje më mirë, sepse edhe nga punonësit ka neglizhim. Ka neglizhim nga punonësit që ta marrin përsipër. Më thua është më mirë të jenë në kontroll afër kontrollit qeverisë se sa qytetarëve? Patjetër. Nuk ka pse vi qytetari këtu të merret me punës. Unë kam bërë një aplikim 2013, mua tani më thonë se shfarë. Aplikimi, nuk ekziston. Qa do bëjmë? E kam bërë Adisa, nga Adisa, ata thonë nuk është. Do se kuaj. Mirë, Valbona, ndoqëm kështu dhe intervistën që ke kryer me qytetarë. Faleminderit edhe për raportimin e drejt për drejt.
Pas një viti nga mbyllja, qeveria ka vendosur rihapje në rrjetit social TikTok për përdoruesit në Shqipëri. Vendimi erdhi pas masave dhe një dialog të drejt për drejt e konstruktiv me kompaninë që ka platformën për të vendosur mekanizma të rinë siguria apo filtra mbrojtës për përdoruesit. TikTok u ndalua në Shqipëri në mars të 2025 pas shqetësimeve për ndikime negative nga dhuna dhe bullizimit tek moshat e reja. Qeveria rihapi zyrtarisht rrjetin social TikTok. Një muaj pasi kryeministri Edi Rama paralajmëroi se ndalimi një vjeçar i TikTok nuk do të zgjatet më shumë, Këshilli i Ministrave vendosi heqjen e masave të përkohshme për ndërprerjen e aksesit pas adresimit të problematikave në fushën e sigurisë publike dhe sociale në mjedisin digjital. Në vendimi rekomandohet Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike të ndërmarrë veprimet e nevojshme për rikthimin e aksesit në platformë, duke respektuar dispozitat ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale. Në vendimin e zbardhur thuhet se masa parandaluese shërbeu për të hapur një dialog të drejt për drejt dhe konstruktiv me platformën, duke vendosur bazat për mekanizma të rinë sigurie, filtra mbrojtës përmes fjalëve kyçe, kontrollet e përmbajtjes dhe modalitetet më efikase të raportimit dhe trajtimit të shkeljeve. Paralelisht, qeveria po punon për hartimin e një plani komunikimi dhe ndërgjegjësimi tek fëmijët, të rinjt, prindërit dhe mësuesit për përdorimin e sigurt të platformave online. Vendimarrja vjen pas një konsultimi me kompaninë, ndërsa më herët kreu i qeverisë ka konfirmuar partneritetin me platformën për masat e reja mbrojtëse. TikTok u ndalua në Shqipëri në mars të 2025 pas konsultimeve të shumta në lidhje me abuzimet online dhe të vetvrasjeve që dyshohet se ishin të lidhura me përdorimin e platformës. Por ngjarja që i dha shtysën përfundimtare vendimit ishte vrasja me thikë 14 vjeçarit Martin Cani pranë shkollës Fanoli në kryeqytet pas një sherrri që nisi pikërisht në rrjetet sociale. Pas asaj tragjedie të rëndë, shumë ngritën pikpyetje nëse duhet të ketë rregulla më të ashpra për përdorimin e TikTok, sidomos nga të miturit, dhe tashmë që shqetësimet janë adresuar, platforma do të funksionojë sërish në Shqipëri. Për shkak të rreshjeve të dendura të dëborës gjatë 24 orëve të fundit, në zonat malore janë shfaqur probleme në aksin që lidh Thethin me Bogën, e konkretisht në zonën e Qafthorës, ku si pasojë ortekëve dhe rreshjeve të dëborës ka patur bllokim të rrugës. Do lidhemi direkt nga Shkodra me kolegun Simon Shkreli. Simon, të përshëndes, si paraqitet situata në këtë aks problematik, duhet thënë, nga rreshjet e dendura të dëborës dhe në tërësia, ka zonat të tjera sa i përket qarkut Shkodrës që mund të ketë probleme në qarkullim? Mirë, kemi një problem me audion sa i takon edhe komunikimit të drejt për drejt me kolegun Simon Shkreli direkt nga Shkodra, sikundër edhe mund të ndjekim në këto pamje që vinë nga puna që po kryen firma kontraktore për rikthimin në normalitet të qarkullimit rrugor. Shohim që ka një prani dhe një densi të madhe të dëborës në këtë zonë, më konkretisht në aksin që lidh Thethin me Bogën, në zonën e Qafthorës, ku ka patur edhe rënje orteqesh dhe rreshje të shumta të dëborës që përpasoj kanë bllokuar edhe këtë aks, këtë segment rrugor. Firma kontraktuese ka punuar për të mundësuar hapjen e këtij segmenti rrugor, por autoritetet sigurisht bëjnë edhe një apel për kujdes të shtuar nga ana e shoferëve të cilët përdorin edhe këtë segment rrugor. Drejtuesit e automjeteve, sipas edhe rekomandimit të autoriteteve, duhet jenë të pajisur me goma dimrore dhe zinxhir, ndërsa fatmirësisht nuk ka probleme në zonat të tjera në qarkun e Shkodrës, ku janë zona që janë përfshirë nga rreshje dëbore, segmenti rrugor Bog, Qafthor, Theth, përgjatë gjithësinë së dimrit, në fakt është i ekspozuar ndaj ortekëve që krijojnë probleme dhe vështirësi në ndërhyrje nga ana e firmës kontraktore. Megjithatë, duhet thënë që rruga aktualisht në këto momente që flasim po mbahet hapur nga ana e firmës kontraktore dhe nuk raportohen probleme në qarkullim.
Shojmë në këto pamje që vinë nga segmenti rrugor në Qaftor, rruga që lidh Thethin me Bogën, një prani e madhe konsiderueshme e Dëborës, ku fatkeqësisht duhet thënë që ky segment rrugor është i ekspozuar edhe ndaj orteqeve të shumta të Dëborës që krijojnë probleme apo vështirësi në qarkullim, megjithatë segmenti është tashmë i hapur, ndërsa problematikat u regjistruan ditën e djeshme në këtë zonë. Kam për të tjera të dhëna kolegun Simon Shkreli, po Simon për të vijuar së bashku. Atëherë, Kassandra, aksi rrugor që lidh Bogën përmes Qaftorës me Thethin, përshkohet përmes një lartësie ku në Qaftore arrin në mbi 1860 metra lartësi mbetare, ndërkohë që është një zonë e cila njihet si me lohatjen e temperaturës, me uljen e temperaturës dhe kohë pas kohe që shkaktojnë probleme nga ortek të ndryshëm që janë të herë pas herë. Megjithatë, gjatë ditës së djeshme dhe gjatë natës është punuar nga firma kontraktuese për të bërë të mundur hapjen e këtij aksi rrugor dhe mbajtjen hapur të këtij aksi rrugor për të bërë të mundur qarkullimin e automjeteve qoftë në drejtim të Thethit apo dhe në drejtim të Bogës dhe të Malësisë së Madhe dhe të Shkodrës. Është arritur në këto momente që ne flasim, aksi rrugor është i hapur. Rekomandohet që drejtuesit automjeteve që lëvizin në ato zona të pajisur me goma dimri dhe me xhinxhir. Megjithatë, duhet të ketë shumë kujdes nga ana drejtuesve të automjeteve të marrin informacion se si paraqitet situata para se të shkojnë në drejtim sidomos të pjesës së Qaftorës, për shkak se her pas here shkaktojnë rrëshqitje të borës duke shkaktuar ortek dhe shkaktojnë edhe probleme edhe për vetë firmën kontraktuese për të bërë ndërhyrjet e nevojshme për të pastruar rrugën për të mbajtur hapur. Po kështu, sa i përket akseve tjera rrugore qoftë në territorin e rrethit Malësisë së Madhe apo edhe në rrethin e Pukës, nuk paraqiten probleme. Ka pasur rreshje të bore në zonat malore në Pukë, por gjitha akset rrugore janë të hapura, po kështu edhe në segmentin që lidh ta marrën me Vermoshin e Qafën e Prdelecit, ka pasur rreshje të bore gjatë ditës dhe gjatë natës së sotme dhe para drekës së ditës së sotme, por firma kontraktuese vazhdimisht po punon që këto segmente dhe ky segment, gjithë segmentet të jenë të hapura dhe normalisht të qarkulluar. Ajo që rekomandohet është të merret informacion para se të udhtohet në drejtim të këtyre rrugëve, sidomos gjatë orëve të pasdrekës dhe orëve të natës, të jenë pajisur me goma dimrore dhe me xhinxhir. E kuptoj. Faleminderit Simon për këtë raportim të drejtë për drejtë. Kështu kemi mbritur në përfundim të Shqipëria Sot. Të tjera zhvillime mund të ndiqni duke klikuar në faqen zyrtare abc-news.al, ABC News e ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, pas pak do jeni me edicionin e mesditës me kolegen Fabiola Hoxha.